Durrësi, qyteti bregdetar që shpesh quhet për turizëm, tregëti dhe gjallëri verore, këtë javë ka qenë në qendër të vëmendjes për motive krejt të tjera. Një seri ngjarje shtronditëse ka trazuar qetësinë e qytetit, ngjarje që sjellin në kujtes periudha të errta, kur bandat e organizuara kriminale sundonin me frikë dhe dhunë. Gjithçka nisi me një ekzekutim mafioz të kryer në mënyrë profesionale, pa lënë shumë gjurmë dhe duke sjellë në kujtesën kolektive një realitet që mendohej i kaluar. Viktima me lidhje të dyshuara në qarqe të caktuara kriminale u qellua në mes të qytetit, një akt që ngre pikpyetje të forta për sigurinë publike dhe për ndikimin e grupeve kriminale në jetën e përditshme të qytetarëve. Vetëm një ditë më pas, një shpërthim eksploziv i dështuar i vendosur në Durrës dhe që për fat nuk shkaktoi viktima, shtoi edhe më shumë tensionin. A ishte një mesazh, një paralajmërim apo një sinjal lufte mes bandave rivale? Deri tani asnjë grup nuk ka marrë përgjegjësinë, por heshtja e tyre flet më shumë se fjalët. Dhe si për të plotësuar mozaikun e një jave dramatike, autoritetet shqiptare në bashkëpunim me partnerët ndërkombëtar zbuluan dhe çmontuan një rrjet të sofistikuar trafikimi ndërkombëtar të narkotikëve, me lidhje që shtriheshin përtej kufive të vendit, por me bazë në qytetin e Durrësit. Ky operacion zbuloi lidhje të vjetra, struktura të mirë organizuara dhe emra që i kemi dëgjuar edhe në të kaluarën. Ngjarje të tilla kishin kohë që nuk dëgjoheshin në Durrës, një qytet që kishte nisur të shpresonte për një normalitet të ri, larg dhunës dhe frikës. Por zhvillimet e fundit kanë ngritur një pyetje të frikshme. Apo rikthehen bandat famkeqe të Durrësit? A është kjo një rikthim i vjetër në skenë, një rishfaqje e figurave të errta që dikur sundonin qytetin me armë dhe para, apo kemi të bëjmë me një brez të ri, më të sofistikuar dhe më të rrezikshëm? Në orët e para të mesnatës të së martës, qyteti i Durrësit u zgjua nga jehona e armëve. Një tjetër ngjarje e rëndë me natyrë mafioze shënoi një moment të errët për sigurinë publike në qytet. Ermir Dedja, 29 vjeç me precedent penal dhe i njohur si pjesë e grupit famkeq të Avdylajve të Shijakut, u ekzekutua në mënyrë profesionale në lagjen numër 18 të Durrësit, pra një qendre shëndetësore. Në momentin e ngjarjes, Dedja po ecste në këmbë, i veshur me një kostum sportiv, krejtësisht i vetëm dhe siç duket, i pambrojtur. Autorët, persona ende të pa identifikuar, e qelluan për vdekje me armë automatike Kalashnikov, duke përdorur një automjet të bardhë tip SIT, që u afrua nga drejtimi i kundërt i rrugës. Pamjet e siguruara nga kamerat e sigurisë përreth zonës dëshmojnë qartë momentet e frikshme. Makina lëviz me kujdes, ngadalsohet dhe vetëm pak çaste më pas dëgjohen të shtënat që përfundojnë në mënyrë fatale për Dedjan. Pavarësisht përpjekjeve për të shpëtuar, i riu ndërroi jetë në spitalin e Durrësit, si pasojë e plagëve të rënda. Vrasja u realizua në një zonë të populluar, ku në atë orar kishte kalimtar dhe lëvizje. Të shtënat e armëve shkaktuan panik të menjëhershëm, duke tmerruar qytetarët që ndodheshin pranë vendngjarjes. Në një video të siguruar nga Fox News, duken dy persona që largohen me vrap, në përpjekje për t'i shpëtuar plumbave që përshkonin në rrugën. Burime pranë hetimit bëjnë me dije se autorët kanë vepruar në bashkëpunim të ngushtë, duke ndarë informacione të detajuara për lëvizjet e viktimës. Ata duket se kanë ndjekur Dedjen për disa kohë, derisa ai u gjendi vetëm dhe pa mbrojtje në trotuar, moment që shërbeu si sinjal për sulmin fatal. Pas ekzekutimit të Ermir Dedjes në zemër të Durrësit, autorët e kësaj vrasje të mirë organizuar u larguan me shpejtësi nga vendngjarja, duke ndjekur një itinerar të përgatitur më parë. Ata përdorën një automjet të bardhë tip SIT, që tashmë figuron si një element kyç në dosjen e hetimit. I njëjti mjet është filmuar nga kamerat e sigurisë në momentet para dhe pas atentatit, duke lëvizur në drejtim të kundërt nga viktima dhe duke shmangur përballjen e drejt për drejt me rrugët më të mbikëqyrura. Por plani i autorëve nuk përfundoi me ekzekutimin. Rreth orëve të para të mëngjesit, vetëm disa kilometra larg nga kryeqyteti, në një zonë të izoluar në afërsi të Gërdecit, policia e Vorrës gjeti të djegur plotësisht automjetin SIT,
brenda të cilit ndodhej edhe arma e krimit, një Kalashnikov i karbonizuar. Ky ishte një skenar i njohur për forcat e rendit, një metodë tipike mafioze që synon në zhdukjen totale të çdo prove materiale apo biologjike që mund të çojë tek identifikimi i autorëve. Zjarrvënia e automjetit, e kryer me shumë gjas me benzinë ose lëndë tjetër ndezëse, shkatërroi çdo gjurmë të mundshme, gishtash, fije flokësh apo ADN-je. Ekspertët e kriminalistikës, të cilët mbërritën në vendin ku gjet automjeti, kanë pak shpresë se nga Kalashnikov-i i djegur mund të nxirret ndonjë element i vlefshëm për hetimin. Në këto kushte, e vetmja mundësi reale për të çuar përpara hetimin është numri i shasisë së automjetit, që mund të mos jetë shkatëruar plotësisht nga flakët. Nëse ai rezulton i lexueshëm, mund të gjurmohet zinxhiri pronësisë së makinës dhe ndoshta edhe personi që e ka përdorur për herë të fundit. Nga hetimi i parë rezulton se targat e vendosura në automjetin e përdorur për krimin ishin të vjedhura, çka tregon një përgatitje të hollësishme dhe një përpjekje për të shmangur çdo lidhje me identitetin real të autorëve. Kjo praktikë është përdorur edhe në atentate të tjera të mëparshme të ngjashme me këtë. Ndërkohë, në lagjen aty ku ndodhi atentati, banorët janë ende të tronditur. Një banor i cili jeton pranë qendrës shëndetësore ku ndodhi vrasja ka rrëfyer se ka parë dedjen të shtrirë në tokë, pak çaste pas të shtënave. Sipas tij, viktima ishte qelluar në pjesën e shpatullave, një fakt që përforcon tezën se sulmi ka ardhur nga pas, në mënyrë të pabesë dhe të organizuar deri në detaje. Policia dhe ambulanca mbërritën menjëherë në vendin e ngjarjes, por plagët e marra kishin shkaktuar dëmtime të pakthyeshme dedjes, i cili humbi jetën pak më vonë në spitalin rajonal të Durrësit. Në këtë fazë të hetimeve, struktura hetimore në Durrës ka arritur të rindërtojë me saktësi dinamikën e ngjarjes, fal pamjeve filmike dhe dëshmive të mbledhura në vend. Megjithatë, ajo që mbetet ende në errësirë është arsyeja e saktë e vrasjes, edhe pse pista më e fortë mbi të cilën po përqendrohen hetimet është prishja e pazareve të drogës, një konflikt tipik që ka nxitur edhe më parë eliminime fizike mes individëve me të shkuar kriminale. Policia po analizon 10 kamera sigurie në zona të ndryshme të qytetit dhe jashtë të tij, me shpresën për të zbuluar itinerarin e plotë të autorëve para dhe pas atentatit. Po ashtu, po verifikohen kontaktet dhe lëvizjet e fundit të dedjes për të kuptuar nëse kishte marrë ndonjë paralajmërim ose nëse po ndiqej prej kohësh. Deri më tani janë shpallur në kërkim persona të dyshuar, që dyshohet se kanë ndihmuar atentatorët në sigurimin e makinës dhe targave të vjedhura. Por fakti që dedja ishte një emër i lidhur ngushtë me grupin e Avdylajve të Shiakut, një nga strukturat më të përfolura të krimit organizuar në vend, i jep ngjarjes një peshë të veçantë. Hetimet për vrasjen e 29 vjeçarit vazhdojnë, por ende pa një rezultat për emrat apo identitetin e autorëve. Burime raportojnë se policia ka marrë në pyetje 13 persona, mes tyre edhe nëna e viktimës, familjar të afërt dhe një grup shoqëror të cilët mund të kenë ndjeni për në një konflikt të mundshëm që i riu mund të ketë patur. Ndërsa hetimet për zbardhjen e vrasjes së Ermir Dedjes vijojnë intensivisht, një tjetër pjesë e rëndësishme e mozaikut po merr formë, e kaluara e tij kriminale. Emri i Dedjes nuk është i panjohur për organet e rendit dhe dosja e tij gjyqësore hedh dritë mbi përfshirjen e tij në veprimtari të palishme që datojnë më shumë se një dekadë më parë. I lindur në Shiak, por me banim të përhershëm në Durrës, Dedja ishte përfshirë në rrjete kriminale të lidhura me trafikun e lëndëve narkotike. Në vitin 2015 ai u arrestua nga policia shqiptare pas u kap në flagrancë duke i shitur drogë një grupi personash që synonin të trafikonin në Kosovë përmes pikës kufitare të Morinës. Ky rast ngriti dyshime të forta për lidhjet e tij me struktura më të mëdha dhe më të organizuara të trafikut të drogës ndërkombëtar, edhe pse ai nuk u cilësua në atë kohë si drejtues. Vetëm 2 vite më vonë, në vitin 2017, Dedja përfundoi sërish në prangat e policisë. Këtë herë, akuzat ndaj tij kishin të bënin me përkrahjen dhe mbështetjen që ai kishte dhënë Ismail Nureddinit, një emër tjetër i njohur në qarqet kriminale të Shiakut, i cili në atë kohë ishte autori një plagosje me armë zjarri.
Dedja akuzoi për strehimin dhe ndihmën që i kishte ofruar Nureddinit për t'i shpëtuar ndjekjes penale, duke dëshmuar edhe një herë besnikërinë e tij ndaj lidhjeve të ngushta brenda botës së krimit të organizuar. Burimet e afërta me hetimin kanë bërë me dije se ky nuk duket të jetë një atentat i kryer nga rival të drejtpërdrejtë të Dedjes. Dyshimet kryesore po përqendrohen tek një atentat i organizuar me pagesë, ku autorët e vrasjes nuk kanë patur lidhje personale me viktimën, por kanë vepruar me porosi. Një metodë e përdorur shpesh nga grupet kriminale është e njohur për vështirësinë që i shton hetimeve. Vrasësit me pagesë të trajnuar mirë zakonisht nuk lënë gjurmë dhe nuk kanë motiv personal për krimin, duke bërthuese të pamundur ndjekjen e tyre përmes pistave tradicionale. Në këtë kuadër, njësitë hetimore të Durrësit janë duke analizuar një numër të madh kamerash sigurie, jo vetëm në vendin e ngjarjes, por edhe përgjatë rrugëve hyrëse dhe dalëse të qytetit. Pamjet filmike po analizohen në distancë, frame pas frame, me shpresën për të zbuluar detaje që mund të çojnë në identifikimin e autorëve. Një lëvizje e dyshimt, një fytyrë e zbuluar, një ndalesë e papritur dhe çdo element i cili mund të jetë vendimtar. Nëse këto dyshime për atentat me pagesë konfirmohen, atëherë çështja merr për masa më të gjëra dhe më të rënda, sepse nuk kemi të bëjmë me një konflikt i izoluar, por me një rrjet që përfshin porositës, ekzekutor dhe persona të tjerë që kanë ndihmuar në logjistikën e atentatit, nga sigurimi i automjetit dhe armës, e deri tek ndjekja e viktimës dhe djegja e provave. Pas ekzekutimit mafioz në qytetin e Durrësit, ngjarja e ndodhur më 20 maj ka sjellë një tjetër moment tensioni, këtë herë një akt të dyshuar shpërthimi eksploziv. Një sasi e dyshimt tritoli rreth 70 gram u gjet në mbrëmjen e asaj dite në një zonë të frekuentuar të qytetit. Lënda e dyshimt u lokalizua në afërsi të Velierës, pranë shkallëve të saj, rreth 50 metra larg nga banesa e ish kryebashkiakut të Durrësit, Vangjush Dako. Sipas burimeve nga policia, kalimtarë të rastësishëm që po kalonin në atë moment e njoftuan menjëherë atë të dyshuarin eksploziv, duke sinjalizuar praninë e lëndës së jashtme të dyshimt. Pas njoftimit të kalimtarëve, forcat e policisë vendore mbërritën shpejt në vend ngjarje dhe morën masa për rrethimin e zonës. Rreth 50 metra përreth vendodhjes së lëndës shpërthyese, u krijua një perimetër sigurie në mënyrë që të garantoheshin jetët e qytetarëve dhe të evitoheshin pasojat. Ndërkohë, për shkak të natyrës së dyshuar të eksplozivit, u kërkua ndërhyrje e forsave të specializuara xheniere, të cilët me precizitet shpërthyen sasinë e tritolit në mënyrë të kontrolluar. Nga hetimet e kryera deri më tani ka rezultuar se sasia e tritolit ishte përgatitur për të shpërthyer me anë të një celulari, duke treguar një nivel të sofistikuar të organizimit të këtij akti kriminal. Për më tepër, dyshohet se lënda plasëse ishte lënë në rrugë nga persona të paidentifikuar dhe rrethanat paqarta, duke ngritur pyetje mbi motivet dhe personat e përfshirë në këtë ngjarje. Policia ka nisur hetimet për të zbardhur këtë incident dhe për të identifikuar autorët, ndërkohë që ata janë angazhuar në kërkimin e dëshmive dhe të informacioneve që mund të çojnë në zbardhjen e plotë të ngjarjes. Ky incident vjen pas ekzekutimit mafioz në qytetin e Durrësit dhe ngre dyshime për një mundësi të lidhjes mes këtyre ngjarjeve, duke i dhënë më shumë rëndësi hetimeve të cilat janë duke u zhvilluar. Autoritetet kanë theksuar se do të vazhdojnë të angazhohen maksimalisht për të zbuluar lidhjet e mundshme mes ngjarjeve dhe për të siguruar ndëshkimin e drejtë për ata që qëndrojnë pas këtyre akteve të dhunshme dhe kriminale. Pas atentatit mafioz dhe shpërthimit të dështuar të një eksplozivi në qytetin e Durrësit, një mega operacion i bashkëpunimit ndërkombëtar mes autoriteteve shqiptare dhe italiane ka goditur një nga grupet më të fuqishme kriminale që operonin në këtë qytet. Ky operacion, i koduar me emrin Ura, ka qenë një përgjigje e shpejtë dhe e koordinuar ndaj aktiviteteve të palishme që lidheshin me trafikimin ndërkombëtar të lëndëve narkotike dhe pastrimin e parave. Ngjarja ka ndodhur të mërkurën në orët e para të mëngjesit, atëherë kur autoritetet shqiptare me mbështetje të forcave italiane
kanë realizuar një operacion masiv në Durrës duke ekzekutuar 42 nga 52 masat e sigurisë të lëshuara. Ky mega operacion ka goditur thelbin e krimit organizuar në Durrës, duke përfshirë antar të grupit kriminal, por edhe figura të larta të shoqërisë, përfshirë polic, avokat, pronar biznesesh dhe zyrtar të tjerë. Gjatë hetimeve dhe aksionit janë arrestuar 40 shqiptar dhe 12 italian, ndërsa janë sekuestruar pasuri të shumta, përfshirë pasuri të paluajtshme dhe llogari bankare të dyshuara për pastrim parash. Ky operacion ka patur një ndikim të madh duke dërguar një mesazh të fuqishëm ndaj krimit të organizuar dhe duke treguar se autoritetet janë të vendosura për të goditur çdo formë të krimit të organizuar që kërcënon sigurinë e vendit. Në Shqipëri, gjykata e posaçme e shkallës së parë për krime të rënda ka lëshuar gjithsej 29 masa arresti për antarët e grupit kriminal. Këto masa arresti kanë përfshirë përveç antarëve të grupit edhe individ që shfrytëzonin pozitat e tyre për të mbështetur aktivitetet kriminale, siç janë policët dhe avokatët. Këta të dyshuar janë akuzuar për përfshirje në trafikimin ndërkombëtar të drogës, pastrimin e parave dhe shpërdorimin e detyrës. Ajo që mund të them është që vazhdoni të keni besim të SPAK, sepse SPAK është në gjendje siç dhe juve të pohuat të realizoj hetime të kësaj natyre dhe vetëm fal bashkëpunimit mund të realizojmë edhe qëllimin tonë të përbashkët që është të qenë të suksesshëm në luftën kundër krimit të organizuar. Po ashtu keni qenë dëshmitar të arrestimit edhe të prokurorëve, edhe të gjyqtarëve të lidhur me krimin organizuar. Nuk e di, besoj janë në to vite rreth 80 punojës policie të proceduar, nuk jam shifrën e saktë, për pak në 80 janë punojës policie të proceduar në vite nga SPAK. Por, pavarësisht kësaj, prokurori e policia e shtetit ka në shumicë absolute punojës policie të dedikuar për të ushtruar funksionet e tyre kushtetuese dhe ligjore dhe ne kemi bashkëpunuar dhe do të vazhdojmë të bashkëpunojmë me policinë e shtetit. Korrupsioni është një plag, një fenomen që prek në çdo institucion, çdo shoqëri dhe nuk i shpëton dot as prokuroria, as policia e shtetit. Ajo që kemi në dorë ne si institucion dhe gjithë agjencitë e tjera zbatimit ligjit është që në rast se konstatojmë shkelje të ligjit, të ushtrojmë ndjekjen penale dhe të vëmë përpara përgjegjësisë penale çdo person i cili jo vetëm kryen një krim i cili nuk ka përgjegjësi, por kontaminon, helmon gjithë ambientin përreth në polici, në prokurori apo në gjykat, kudo qoftë. Nga masat e sigurisë të lëshuara dhe urdhrat e ndalimit janë ekzekutuar 40 arrestime dhe një arrest shtëpie, ndërsa 2 individ janë vendosur në detyrim paraqitje. Një nga emrat më të njohur që është ende në kërkim është Ervis Doçi, i njohur si Visi i Pojës, një personazh i njohur i botës së krimit në Durrës. Ai është i njohur për lidhjet e tij të thella me aktivitetet kriminale dhe ka qenë në qendër të një operacioni të mëparshëm, kur ju sekuestruan 3 milion euro kesh në shtëpinë e tij. Disa nga pasuritë e tij janë sekuestruar gjithashtu edhe gjatë këtij operacioni. Në një vendim të fundit të gjykatës së Barit janë përfshirë disa emra të njohur të botës së krimit të organizuar, të cilët janë akuzuar për përfshirje në grupe kriminale që operonin në trafikimin e drogës dhe aktivitetet të tjera të palishme ndërkombëtare. Emra si Adi Çoba, Ekil Ndrejaku dhe Indrit Tafili janë të përfshirë në këtë proces, ku Adi Çoba është identifikuar si kreu i njërit prej 3 grupeve kriminale dhe ka marrë masën e sigurimit arrest në burg. Ky vendim, përveç rëndësisë për procesin gjyqësor, pasqyron shkallën e organizatave kriminale që veprojnë në Shqipëri dhe ndikimin e tyre të fuqishëm në trafikun ndërkombëtar të lëndëve narkotike. Sipas hetimeve, kjo platformë është dyshuar se është financuar dhe ndërtuar me fonde të përfituara nga aktiviteti kriminal i trafikut të drogës. Burime bëjnë me dije se në Vlorë janë arrestuar 2 persona, përfshirë edhe djalin e pronarit të kompanisë kablore që operonte këtë platformë televizive.
Përveç kësaj, gjatë operacionit janë sekuestruar edhe 3 restorante në Durrës, një bar kafe dhe 6 shoqëri tregëtare të tjera, të cilat gjithashtu dyshohet të jenë pjesë e rrjetit të pasurive të ndërtuara me para të pista. Ndër shoqëritë e vendosura nën sekuestro janë Marquez në pronësi të Ervin Zeqirit, Felix Vinum e Adi Çobës, Majestic Construction e Eugene Drazhit, Port Slade e Elvis Doçit, i njohur ndryshe dhe si VC Pojës, Dubai Inn e Nejmedin Danajt, Vlora Cable, gjithashtu në pronësi të Nejmedin Danajt, edhe një kompani tregëtare për shitblerje makinash në pronësi të Olger Shqevit. Një pjesë e rëndësishme e timit është zbardhja e 40 episodeve të trafikimit të kokainës dhe heroinës në periudhën 2020-2023, që janë zbuluar fal interpretimit të komunikimeve në platformën e enkriptuar Sky EncroChat. Kjo ka qenë një nga metodat kyçe të përdorura nga grupet kriminale për të shmangur përgjimet e mundshme nga autoritetet dhe për të siguruar që operacionet e tyre të kalonin pa u vënë re. Zbulimi i këtyre komunikimeve ka qenë një hap i rëndësishëm për autoritetet dhe ka çuar në zbardhjen e një sër veprash të rënda, përfshirë trafikimin e drogës dhe pastrimin e parave. Përveç informacionit të siguruar nga këto komunikime, hetimet janë mbështetur edhe nga 3 bashkëpunëtor të drejtësisë, mes të cilëve ishte edhe Nureddin Domani, i cili ka ofruar prova të vlefshme që kanë ndihmuar për të zbardhur strukturën dhe funksionimin e grupeve kriminale të përfshira. Ky bashkëpunim ka qenë thelbësor për dokumentimin e të gjithë aktivitetit kriminal dhe për identifikimin e antarëve të grupeve që ishin aktiv në trafikimin e lëndëve narkotike në një shkallë ndërkombëtare. Në këtë hetim, një pjesë e rëndësishme është përfshirja e punonjësve të policisë në këtë aktivitet kriminal. Njëri prej tyre është akuzuar për korrupsion, duke shfrytëzuar pozitat e tij si polic kufiri për të ndihmuar në kalimin e drogës, ndërsa Altin Morina, ish efektiv i arrestuar më herët, është identifikuar si antar i grupit kriminal. Kjo është një tjetër dëshmi e thellësisë së infiltrimit të krimit të organizuar në strukturat shtetërore dhe të nevojës për reforma të thella për të luftuar korrupsionin dhe për të siguruar një sistem drejtësie dhe sigurie më efikas. Si të ndodhem këtu sot dhe të konfirmojmë një bashkëpunim të shkëlqyer, siç u bë me dije ditën e djeshme dhe sot herët në mëngjes, Policia e Shtetit, Drejtoria e Përgjithshme dhe strukturat vendore të disa qarqeve janë përfshirë në një operacion të ekzekutimit masave të sigurimit të gjykatës së posaçme në drejtimin e 2 prokurorëve të cilët gjej rastin t'i falenderoj. Dhe për të përmendur për masat e këtij operacioni, duhet konfirmoj numrin e punonjësve të policisë të përfshirë në këtë operacion, që kanë qenë rreth 349 punonjës policie, dhe kuptojnë për masat kombëtare që ka pasur ky operacion, dhe gjej momentin t'i falenderoj gjithë punonjësit e përfshirë për integritetin dhe për kushtimin e treguar. Në operacion janë përfshirë disa struktura të policisë shtetit, Drejtoria e Forcës Posaçme Operacionale, Drejtoria kundër krimit organizuar, Forcat e Sigurisë Kombëtare dhe padyshim reparti jon special elit njësia Renea. Në këtë rastin konfirmoj vendosmërinë e policisë shtetit për goditur krimin e organizuar, i cili është edhe një prioritet qeveritar i cili na është përcjellur nëpërmjet Ministrisë së Brendshme. Policia e Shtetit është përfshirë vetëm dje. Polizia di Stato è stata inclusa ieri nella fase dell'esecuzione delle misure. Non ha avuto sotto osservazione personaggi di questo gruppo criminale. Per quanto riguarda l'atto di cospirazione per i giornalisti è una... Një tjetër aspekt i rëndësishëm është shtrirja ndërkombëtare e aktivitetit kriminal të këtij grupi. Autoritetet kanë arritur të dokumentojnë se droga, e cila fillimisht kalonte nga Shqipëria në Pulja, më pas shpërndai në të gjithë territorin italian dhe nga aty vazhdonte drejt disa shteteve të tjera të Bashkimit Evropian dhe në Amerikën e Jugut.
Kjo tregon për shkallën e gjerë të rjetit dhe mundësinë e veprimit të tij në një shkallë globale, duke përdorur infrastruktura dhe rrugë të sofistikuara për të transportuar lëndët narkotike. Një tjetër aspekt i këtij hetimi është sekuestrimi i sasive të mëdha të drogës nga grupet kriminale të lidhura me këtë rrjet. Antimafia italiane ka raportuar se në operacione të mëparshme, grupeve kriminale të përfshira u janë sekuestruar 2 ton kokainë në portin e Rotterdamit, 932 kg kokainë në portin e Gioia Tauro në Reggio Calabria dhe 400 kg hashash në Bari. Këto sekuestro janë dëshmi të forcës së këtij rrjeti dhe të përmasave të tij globale. Përdorimi i porteve të ndryshme të Europës dhe lidhjet me rrjetet ndërkombëtare të trafikut të drogës kanë bërë që ky grup të shndërrohet në një aktor të rëndësishëm në tregun e palishëm të drogës. Një nga risitë e këtij hetimi ka qenë përdorimi i platformave të enkriptuara për komunikim, si Sky Encrochat, për të koordinuar dhe mbikëqyrur operacionet e trafikut të drogës. Ky tip komunikimi ka ndihmuar anëtarët e grupit të shmangin ndjekjen dhe inkriptimin e mundshëm nga autoritetet, duke përdorur teknologji të avancuara të cilat sigurojnë anonimat dhe siguri për komunikimet e tyre. Përdorimi i këtyre platformave ka theksuar nevojën për një bashkëpunim të ngushtë dhe efikas ndërkombëtar, si dhe përditësimin e teknologjive të përdorura nga autoritetet për të luftuar krimin e organizuar. Në përfundim, operacioni ka sjellë zbardhjen e një moringjarjesh kriminale, përfshirë 30 episode të trafikimit të drogës në Itali, 10 në Shqipëri dhe në disa shtete të tjera të Bashkimit Evropian. Ky hetim dhe goditje ndërkombëtare është një shembull i fuqishëm i bashkëpunimit të suksesshëm ndërmjet autoriteteve të Shqipërisë dhe të shteteve të tjera të Bashkimit Evropian, si dhe një mundësi për të dërguar një mesazh të qartë se lufta kundër krimit të organizuar dhe pastrimit të parave është një angazhim i përhershëm dhe i domosdoshëm për sigurinë e shtetit dhe të qytetarëve. Operacioni mes autoriteteve shqiptare dhe italiane u krye në bashkëpunim të ngushtë mes SPAK, Drejtorisë Hetimore Antimafia të Barit dhe autoritetet shqiptare me ndihmën e Interpolit dhe Eurojustit. Jemi të ndërgjegjshëm che le autorità investigative që autoritetet e hetimit shqiptar e in particolare ovviamente la SPAK dhe në veçanti SPAK sono solidamente, fortemente capaci janë shumë të afta di perseguire i reati kapjen e veprave insieme con noi. bashkë me ne. Quindi questa vicinanza e questa forza comune Kjo afërsi dhe kjo forcë e përbashkët veramente importante. është shumë e rëndësishme, a sottolineare. e theksoj përsëri. La mafia albanese purtroppo sappiamo Për fat keq, mafia shqiptare e forza dim internazionale është një enorme, forcë ndërkombëtare shumë e madhe, ma siamo certi che il popolo albanese por jemi të sigurt që populli shqiptar, la sua procura e attraverso me anë të prokurorisë dhe gjyqtarëve shqiptar, sarà capace di estirpare questo cancro. do të jetë në gjendje ta luftojë këtë tumor, kancer. E proprio attraverso la collaborazione che è perfetta, Pikërisht përmes bashkëpunimit që është perfekt, sincronizzati, jemi të sinkronizuar bashk, riusciamo a perseguire questo. arrim këtë objektiv. Prokurori i çështjes për Shqipërinë, Vladimir Mara, tha se grupi i strukturuar kriminal kishte 3 nëndarje që funksiononin si më vete dhe secili kishte rolin e tij, duke përfshirë të gjithë aktivitetin kriminal që niste me trafikun e drogës dhe përfundonte me pastrimin e parave edhe përmes kriptove. Kemi arritur të rindërtojmë dhe të dokumentojmë gjithë shtrirjen e aktivitetit kriminal, i cili fillonte në Shqipëri, fillimisht në zonën e Pugës Itali, më pas në gjithë territorin italian dhe në vijim në disa vende të Bashkimit Evropian, si Gjermani, Belgjik, Holland dhe në Amerikën e Jugut. Atëherë e reja në këtë hetim, pasi
me të njëjtin grup hetimin e kemi patur edhe më parë 5 skuadra përbashkëta hetimore. E reja ka qenë sepse krahas të dhënave të përfituara nga veprimet siç kanë qenë përgjimet telefonike, telematike e tjerë, janë përdorur në mënyrë të menjëhershme edhe të dhënat e përfituara nga platformat e kriptuara. Gjithsej janë sekuestruar 30 episode të trafikim të lëndë narkotike në Itali. Dhe më pas 10 episode tjera në Shqipëri, në Holland dhe në disa vende tjera të Bashkimit Evropian. Pra është dokumentuar i gjithë cikli i lëvizjes së lëndë narkotike nga vendet e origjinës në drejtim të Shqipërisë apo vendet tjera të Bashkimit Evropian. Skema e transferimit të parave për në Shqipëri është zbardhur totalisht, thot prokurori italian. Janë dokumentuar me video se si parat futeshin autobusët e Ligori Travel dhe vinin në Shqipëri. Nga provat e siguruara, rezulton se janë transferuar 4.5 milion euro, të gjetura këto edhe nga shënimet mbajtura nga trafikantët dhe të dërguara me foto në celular përmes aplikacionit Sky EncroChat. Miliona euro pasuri janë sekuestruar si në Itali, ashtu edhe në Shqipëri. Në vendin Fqinj janë 9 apartamente, 4 kompani, 7 llogari bankare dhe 3 makina, ndërsa në Shqipëri janë sekuestruar prona të ndryshme me vlerë disa miliona euro, përfshirë 2 kompani ndërtimi, 4 restorante luksoze, një agjenci imobiliare, një televizion në Vlorë, të dyshuara që vinin nga trafiku ndërkombëtar i drogës. Hetimet ndaj organizatave të lidhura kriminale u iniciuan në vitin 2016 nga Prokuroria Publike e Barit dhe Prokuroria Speciale kundër korrupsionit dhe krimit organizuar e Tiranës dhe Policia Shqiptare. Nga ana shqiptare, një grup i krimeve të trafikuara i cili vepronte nga Durrësi ishte përgjegjës për transportin dhe shpërndarjen me shumicë të sasive të mëdha të kokainës, heroinës dhe kanabisit të trafikuara midis Ballkanit, Europës Veriore, Amerikës së Jugut dhe Puljas në Itali. 2 banda kriminale të udhëhequra nga italianët kryenin prerjen dhe paketimin e drograve të palishme dhe furnizonin me kokainë dhe heroin nga Amerika Latine dhe Turqia, bandat lokale në organizata në Bari, Brindisi dhe Lecce bëjnë me dije Eurojust. Duke ju referuar dosjes hetimore, Fox News ka siguruar ekskluzivisht emrat e personave të përfshirë në këtë operacion të bujshëm. Gertin Aliu, Adi Çoba, Erviz Deti, Agron Ganaj, Nuredin Kiptiu, Arsen Leskaj, Erigel Spresi, Leonard Shakaj, Zenit Shtraza, Gensi Telolari, Redi Tusha, Erviz Doçi, ose ndryshe Visi Pojës, Ekil Ndrejaku dhe Indrit Tafili. Struktura e organizatës kriminale dhe drejtuesit kryesor, sipas dosjes hetimore të përgatitur nga autoritetet italiane, drejtuesi kryesor i këtij rrjeti kriminal rezulton të jetë shterasi Xhevdet Troplini, i njohur në qarqet e krimit me nofkën Poja. Në rolin e ndërmjetësve të drejtpërdrejt të Troplinit, dyshohet të kenë vepruar Adi Çoba dhe Elvis Doçi, ky i fundit i njohur ndryshe si Visi i Pojës. Të dy këta persona konsideroheshin si figura kyçe në funksionimin e organizatës kriminale dhe në menaxhimin e rrugëve të trafikut të lëndëve narkotike. Një pjesë thelbësore e hetimit bazohet në dëshminë të penduarit të drejtësisë Nuredin Dumanit, si dhe në përgjime ambientale të realizuara nga autoritetet italiane. Përmes tyre është dokumentuar përfshirja direkte e Elvis Doçit në një episod të trafikut të 8 kilogramëve kokainë në Itali. Kjo sasi ishte transportuar për llogari të grupit të lidhur me Adi Çobën. Dumani e përshkruan Elvis Doçin si një nga figurat më të rëndësishme të rrjetit dhe një aktor kyç në menaxhimin dhe negocimin e trafikut të lëndëve narkotike. Në dëshminë e tij, ai deklaron: Visin e Pojës mund ta identifikoj shumë mirë. Visi është një negociator shumë i mirë për trafikun e heroinës. Pastaj, në vitin 2013, ai la heroinën dhe filloi me kokainën.
Të gjithë e quajnë visi i pojës. Poja është gjevdet. Sipas tij, grupi i Vispojës ishte një nga më brutalët dhe më të fuqishmit në Shqipëri, me ndikim të gjerë në tregjet ndërkombëtare të drogës, fillimisht përmes heroinës dhe më pas kokainës, me trafik që arrinte në tonelata.